Unë kam kënaqësinë që në linjë telefonike kam analistin Bledim Burjani. Zotri Burjani, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Pra, në bazë, besoj që edhe ju e pat atë që përfundoi takimi mes Kurtit dhe Abixhikut pa marrëveshje, si e vlerësoni? Unë konsideroj që shteti po shkon në zgjedhjeve të jashtëzakonshme, pasi që konsideroj që në Kurti nuk kanë pasur për të zgjidhur problemin. Pra, po të kishte pasur, domethënë vullnet politik zoti Kurti ka herë kishte zgjidhur këtë problem, pra sa përket edhe zgjedhjes së presidentit të vendit. Pra, nuk është i gatshëm që të bëjë tolerime apo të bëjë lëshime, dhe të pushtetin natyrisht fatkeqësisht e dëshiron për vete, pra ta zgjedh edhe presidentin nga radhat e veta, dhe kjo po duket po e dëmton jashtëzakonisht shumë agjendën shtetërore, po dëmton Kosovën në disa aspekte, dhe në aspektin e stabilitetit të brendshëm politik, pastaj të zhvillimit ekonomik të vendit, të reformave në vend, dhe natyrisht integrimet evropiane, duke përfshirtuar dhe dialogin Kosovë-Serbi. Pasi që nëse shkon shteti prapë në zgjedhje, pra krejt këto sene që numërohen në këtë gjëra prapë do ta gjejnë Kosovën në një situatë mjaft të rëndë, dhe po hupim shumë nga kredibiliteti. Pra Kosova po hup shumë kredibilitet ndërkombëtar sa përket të jo efikasitetit të zgjidhjes së problemeve institucionale. Pra na po duket se po jemi në parapolitik, edhe pa të menduar se kemi kalu këtë fazën e rëndë të pas të menimit të shtetit dhe problemet e tjera për të zgjidhur problemet e brendshme, edhe për të ecur shteti përpara si shteti konsoliduar. Pra kemi me shtet në konsolidim që na quajnë domethënë ndërkombëtarisht. Pra gjithnjë më shumë fjalori politik ndërkombëtar, po edhe jemi është shtet në konsolidim. Pra kemi problem me konsolidimin e vazhdueshëm, me funksionimin e vazhdueshëm të institucioneve të shtetit, si rezultati kopjes së shtetit nga partitë politike. Jo vetëm nga një ka të gjithë, pra gjithë këta si vetëvendosja, po dhe opozita kanë përgjegjësi institucionale dhe shtetërore, se nuk janë në gjendje me arrit me gjithë problemet të cilën e ka marrë mandatin nga qytetarët. Pa po vinë duke e humbur edhe kredibilitetin vendor të brendshëm. Sa ata për kredibilitet dhe këmbëtar po se kanë humbur. Por shpesh jemi mësuar me thonë që përgjegjës është vetëm pozita, po natyrisht është edhe opozita është përgjegjëse për këtë, sepse ka edhe ata kanë mandat dhe kanë vota. Pra, të dy palët janë përgjegjës pse nuk kemi institucione, por natyrisht do të pak me veçua atë që është në pushtet. Pra lëvizjen vetëvendosje, e cila nuk është e gatshme me arrit qëllimet domethënë të veta të funksionimit dhe të qeverisë si shtet, sepse Kosova, ju siç e dini, po jo përsëris edhe një herë, sepse mjaft ka diskutimet e pakuptim të ndonjëherë. Kosova është shtet me qeverisje konsensuale. Kjo nuk kupton që Kosova nuk mund të funksionojë vetëm me një subjekt politik, edhe po që se ka 50+1, për shkak se ka limitet kushtetuese të cilat nuk mundet me të kalu vetëm një parti e vetme që ka 50+1, dhe kjo do të thotë që marrëveshjen ndërkombëtare, zgjedhjen e presidentit dhe ndryshimin e kushtetutës nuk mund ta bëjnë partitë politike apo një subjekt politik, edhe po që se ka 50+1%. Sa e përket mënyrës së votimit dhe sa përket kvotës të zgjedhore, është gati e pamundsme në sistemin proporcional. Siç e kemi ne që një parti politike të fitojë 80% e vota. Pra është e pamundshme pasi që vetë ky sistem nuk e lejon domethënë një majorancë efektive qeverisë së brenda një vendi, sepse na kemi një sistem proporcional po jo majoritar. Zoti Kurti duhet të kuptojë dhe me qenë i vetëdijshëm se nuk mund të shkojmë përpara pa qenë pak tolerues, ose pa qenë shumë tolerues në ta, dhe unë mendoj që po e them mendimin tem, se ishte dashur patjetër që një marrëveshje sot rezultojë ose këtyre ditëve pozitivisht, dhe të jepet pozita e presidentit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe të kemi një koalicion LDK-VV. Po thashti me qenë se këtë po dështoj, kjo po i bën që Kurti nuk është i gatshëm me mendu ndryshe politikisht, dhe natyrisht për këtë do të paguaj çmimin domethënë qytetari, për shkak të jo efikasitetit të qeverisës në shtet dhe për shkak të zgjedhjeve të shumta që bëhen, dhe deri tash mund të them që rreth, nëse shkojmë edhe një herë në zgjedhje, 32 milion euro Kosova ka 2 vitet e fundit i ka dhënë vetëm për zgjedhje, me 34 milion euro kanë mujtë më ndërtu shkolla, kanë mujtë më ndërtu spitali rajonal i Prishtinës, apo siç dëshoni, kanë mujtë domethënë më rrit pagat me këto pare, kanë mujtë më rrit asistenca sociale, pra kanë mujtë gjithçka me ndodh, po jo me humb gjithë të pare, 34 milion euro, pra me humb para vetëm në zgjedhje, dhe çka edhe më keq nëse veç përsëritet rezultati i njëjtës, kemi kur pa rezultati tjetër të ndryshëm. Unë po mendoj që na kemi problem me vetëdijsimin demokratik. Qytetari
duhet më vetësu dhe duhet me qeni qartë në këtë drejtim. Çfarë po don? Apo don kështu me shku me votu për një subjekt politik i cili nuk është tolerues, nuk është as pak fleksibil për të shku përpara shtetit sa përket zhvillimit institucional, apo dëshirojnë që prapë me përsërit rezultati të cilën ne dëshirojnë ata dhe VV-ja tjetë kështu me ko 50+1% mos arrit domethënë në asnjë mënyrë me zhvillu shtetin situatë për shkak të asaj se nuk ka vullnet politik apo gatishmëri politike për një koalicion me njërin nga subjektet opozitare ose se jo edhe në bashkëqeverisje. Zotri Burjani, mendoni që pra që mund të mos ketë më takime me partitë opozitare, me qenë se nga Lidhja Demokratike veç se u tha që ky është takimi i fundit, pasi që nuk do të zhvillojnë më takim me kryeministrin Kurti për të diskutuar për postin e presidentit, pasi që në gjithë takimin që është mbajtur është diskutuar vetëm për një emër, që ka qenë emri Glauk Konjufsës, pasi që Kurti insiston që posti i presidentit të jetë nga radhët e lëvizjes vendosje. Do të prisni që do të kemi takime të tjera me partitë e tjera opozitare? Po, unë jam shumë optimist në këto sene dhe politikisht them që nuk duhet të mbyllet dera, po edhe LDK nuk duhet me thonë që nuk dëshirojmë mu taku, sepse na kemi nevojë mu taku, edhe LDK-ja do të patjetër të takohet edhe FDK-ja, sepse kjo është në interes të shtetit. Ju peshini çka thashun më herët jam dëgjuar, don kjo është kopja e shtetit nga subjektet politike. Kështu quhet domethënë apo emërtohet në fjalorin politik ndërkombëtar dhe definicionet ndërkombëtare të zhvillimeve të mbrëmshme të shtetit quhet si kopje e shtetit nga subjektet politike. Pra, kjo vjen që partitë politike kanë kopë shtetin me sundu me to, po jo me qeverisë për qytetarin. Pra, duhet me qeverisë për qytetarin. Po jo me sundu kush po fiton më shumë dhe me kriju një farë sundimi ose një farë definicioni sundues në shtet, jo në këtë mënyrë, po duhet me gjetë të zgjidhen si me qeverisë, me institucionet e shtetit dhe me mandatin që ja kanë dhënë qytetarët Kosovës. Ta janë në shërbim të qytetarëve dhe nuk guxojmë me mendu që janë në shërbim të vetëm vetvetes së tyre. Ju e dini që në Kosovë nuk dalin krejt zgjedhje. Rreth 60% gati nuk dalin asnjëherë në zgjedhje, dhe ndërsa pjesa e elektoratit stabil i Kosovës është 42%, herën e dy herët e fundit e kena pas 46%. Pra, realisht ne kena një stabilitet elektoral, domon 22% të qytetarëve që dalin në zgjedhje. Kjo vjen që shumica qytetarë nuk janë të kënaqur as me këto subjekte politike, të cilët nuk dalin me votu, se nuk është të thonë me dalë të gjithë, po s'paku bili me dalë 60% e na që s'kan dalë kur veç një herë gjatë historisë e Kosovës kanë dalë në zgjedhje 70% gati vetëm në zgjedhjet lokale të vitit 2000, në zgjedhjet e pas luftës, asnjëherë në Kosovë s'ka pas elektorat më shumë që ka dalë në zgjedhje. Pra, unë mendoj që këta duhet me heq dorë nga kopja shtetit si subjekte politike, dhe me qenë përgjegjës para qytetarëve, me kuptu veten që në shërbys të qytetarëve, që i shërbejnë qytetarëve, edhe me shku në reformat cilat po mungojnë shumë, reforma në administratën publike, reforma në arsim, reformat në çështjet pensionale, edhe çështjet e punës dhe punësimit, dhe ka shumë gjërat e tjera të cilat nuk kemë bërë asnjëherë dhe kemi apo është instaluar një sistem i lëmoshës sociale, një program ad hoc social i cili ju shërben disa kategorive, po në asnjë variant zhvillimit ekonomik. Ju dini shumë mirë që pa zhvillim ekonomik nuk ka stabilitet social. Edhe ajo dihet që nuk mundesh me ndërtu skema sociale të kësaj natyre ad hoc që bën lëvizjave vendose për kohën apo për momentin, dhe pastaj me lënë zhvillimin ekonomik konë në milion që të gati sektor tjerë më përpelit ose më munu që aty çka më bë prej tyne ose milion me stagnim. Pra, deri tash na kemë po këtë politikë të qeverisë sociale në qytetisht, dhe kjo qeverisë sociale e zotit Kurti duhet me ditë që nuk do të mundet shumë me zgjat kjo punë kështu, sepse na kemë nevojë për zhvillim të madh ekonomik të shtetit, por nuk kemë nevojë domethënë vetëm me lemosh, ose ma mirë është që kanë thonë me mësu që është me në zonë peshme, se sa peshkatari me të avo peshken në zonë hashtë dhe mënë. Ta po mënë që gatshëm duhet me dhonë qytetari. Qytetari duhet me mësu me punu qytetari, me dhonë për parësi, me stimulu ato në krijim të bizneseve, dhe montej startupave, me ndihmu dhe me stimulu sa të mundet bizneset private, apo sektorin privat për cilën nga cili sektor jetojmë në atë gjithë. Pra, ky stagnim, kjo kopje e shtetit për momentin, që po bëhet, është e pa kuptim dhe na jemi të hup kredibilitet, jo vetëm ndërkombëtar përgjithsisht, por edhe rajonal, pra edhe me regionin si jena domethënë mirë, në kemo e hu besimin kështu. Kështu e hu besimin edhe në rajonin, në pjesën ku i takon Kosova gjeografikisht, apo hu edhe besimin natyrisht edhe në organizatat ndërkombëtare në trajtimin e Kosovës si shtet normal dhe shtet funksional. Pra na kena pavarësi.
po na mungon don funksionaliteti i shtetit. Na jemi që 2 vjet për të lidhur me jo funksionalitet. Dhe kjo është problem jashtëzakonisht i madh, jo dini se po thon, një shtet i cili nuk funksionon është gati veçemërtimi jo me shtet pra. Nëse këta vazhdojnë kështu 3-4 vjet, 4-5 vjet me punë për zgjedhje mos me shumë fort, më pas me stabilitet të zhvillimit ekonomik shtetëror, atë na jena ne kena me mbet domethënë të izoluar nga vetja jona, vetë të izolojmë veten nga bota perëndimore dhe nga bota e civilizuar sot. Pa nuk ka ndryshe për të se me bashkëpunë jo me tjetrin. Kurti duhet me kuptuar se në qeverisje konsensuale. Kjo kushtetuta e jonia tregon qartë se nuk mundesh vetë me sundu, pra, duhesh me qeverisë, sepse kjo nuk ta lejon sundimin edhe po ta kesh 50+1 nuk ta lejon, sepse sistemi i tillë proporcional i fut në lojë, domethënë edhe subjektet e vogla, edhe minoritar, edhe të gjithë të tjerë. Ky sistem e kupton qeverisën si sistem proporcional ose të ndarjes së qeverisë brenda një shteti. Por ta nuk e kanë qartë që nuk mundesh me kërku mazhorozën në sistem proporcional se nuk mundesh me e bë. Don 80 vota ose një merr kur. Sepse janë aty pa marrë tjerë vota është e pamundshme grupe tjera, subjekte tjera politike, minoritar. Pastaj ti duhet të kuptuar, ata nuk po munden me kuptuar tonë ose s'po do me kuptuar që nuk shkon kështu pa bashkëpunim. Unë seriozisht e kisha lutë zotin Kurti që me qenë fleksibel këtë situatë, me kërku zgjidhje reale, objektive, por mos me kërku sundim, me pas edhe presidentin, me pas të tana sekret që në i ban vetë, edhe bordet me i bërë këtë tuat. Kjo është të shku dhe më të negativisht, dhe më shumë po vjen keq që për kundra asojna që ka poni për parim, dhe më thonë, Kurtin e verimin, sidomos në ktimin e sovranitetit të deri dikon në 50% të sovranitetit të shtetit në veri, ka metë në disa strukture paralele ende funksionale, por edhe ato sene do të zgjidhen atje, do t'i thje që me dhe ato një ditë, por kanë stagnuar në këto pjesën tjetër, unë po nduket që nuk po kupton që s'mund është vetë me i bofre këto punë se nuk ta lejojnë, të mon asë sistemi jonë politik, ky sistemi jonë i politik demokratik, dhe i përcjellën apo ju veçën nga sistemi proporcional gjithor. Nuk ta lejon në asnjë variant sundimin, po vetëm qeverisja. Po thonë me këtë kuptim kjo është përmes të fjalës sundim okej, se fjala sundim është mesjetare. Por kjo është tentativa për një sundim mesjetar, po jo tentativë për një sundim modern, përkatësisht qeverisje moderne. Burjani, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe opinionin tuaj.